Olsi Bylyku ka dhënë një intervistë të sinqertë në The Dalina Show, ku është përballur me pyetjet e drejtpërdrejta të Dalina Buzit, veçanërisht për situatën e krijuar rreth tij dhe Egli Takos gjatë Big Brother VIP. Dalina e vuri aktorin përballë reagimeve të ndryshme që ka marrë në rrjet. Ti e zgjuar një ditë me komente, i mallkuar qofsh dhe të nesërmen me lumë si ty, tha ajo, duke ju referuar polemikave që pasuan deklaratat e Olsit për Eglin. Pyetur nëse e kishte parashikuar ndikimin e gjithë kësaj, Olsi pranoi që ajo që e kishte habitur më shumë nuk ishte opinioni njerëzve për Eglin, por diçka tjetër. Ajo që më shqetëson më shumë ishte fakti që nuk ishte asnjë koment për partneren time aktuale, tha ai, duke vënë në dukje se vëmendja kishte mbetur vetëm te lidhja e tij e mëparshme. Ai theksoi se e respekton dhe i uron fitoren e Eglit, por në të njëjtën kohë ishte i çuditur që askush nuk kishte përmendur njeriu që ka pranë sot. Kjo deklaratë e Olsit ka ngjallur sërish reagime në rrjet, me shumë ndjekës që tani po drejtojnë vëmendjen te partneri e tij e tanishme, duke e mbështetur dhe duke kërkuar më shumë detaje për të.